mbyllin derën me shul, mbyllin dhe me dryn, dhe në momentin që këta kanë ikur, unë nuk e ndjeja veten mirë, po më merreshin mend, dhe në një moment caktuar bërtas ndihmë i kërkoi policisë. Kam brënë pandjenja dhe unë nuk mbaj mend gjë se çfarë ka ndodhur me mua. Kastriot Çako, ish oficer i lartë i policisë së shtetit, ka dalë publikisht për të denoncuar një episod serioz që, sipas tij, ka ndodhur rreth 10 ditë më parë në ambientet e komisariatit numër 2 në Tiranë. Në një intervistë për gazetarin Igli Çelmeta, Çako rrëthen se më 10 dhjetor, rreth orës 10:33, është telefonuar nga policia dhe është thirrur për një sqarim lidhur me një çështje pronësie. Duke qenë se komisariati ndodhej pranë vendit ku po punonte, ai është paraqitur menjëherë, pa kundërshtim. Megjithatë, sipas tij, ajo që pritej të ishte një procedurë e zakonshme u shndrua në një ndalim të pajustifikuar. Pas kontrollit personal dhe marrjes së celularit, Çako thotë se është futur në një dhomë izolimi, e mbyllur me shul dhe dry, pa ju komunikuar arsye e qartë. Ai rrëfen se i qëndroi për disa minuta në izolim dhe se pas largimit të punonjësve, gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua ndjeshëm. Sipas deklarimit, ai ka humbur ndjenjat dhe nuk mban mend çfarë ka ndodhur deri në momentin kur u përmend fillimisht në komisariat dhe më pas në urgjencën e spitalit Nën Tereza. Rezarta Çako, bashkëshortja e tij dhe mjeke me profesion, ka deklaruar se kishte paralajmëruar policinë për problemet serioze shëndetësore të Çakos, përfshirë hipertensionin e rënd dhe takikardin, por kishte hasur në mungesë reagimi. Ajo thekson se vetëm kur situata u politike, u njoftua urgjenca. Sipas saj, ngjarja ka shkaktuar një tronditje të thellë psikologjike dhe shëndetësore, duke ngritur shqetësime serioze mbi mënyrën e trajtimit të qytetarëve nga policia. Çifti Çako e konsideron këtë episod një precedent alarmues dhe kërkon përgjegjësi institucionale. Ngjarja është pasqyruar në emisionin e transmetuar nga A2 CNN.